Tani, ne po shikojmë për shumë. Tha zoti Proda, mos gaboj, bëri dhe normim ligji në konferencë të shtyp, e kupton? Bë tani kryepolici dali dhe të normoj ligj parkimi 2 shtot është vepër penale. Bëri një veprim të palishëm, ë? Jo, nuk është vepër penale parkimi 2. Jo, për ju jo. Për ju jo, për zotin Proda po. Kur i jepet prioritet parkimi 2, kapet një qytetar nga halli ka parku 2, polici thot ai hiken, është mregull. Por në moment që varet nga reagimi mund të konsistohet në arrestim, kuptimin në një akt dhune. Nëse kundërshtohen edhe Dhe pastaj është sqaruar, domethënë kur bllokohet rruga, pa pikërisht është nën tjetër, nuk është parkim 2. Nëse është ideja se po merr hov krimi. Krimi po merr hov si pasojë mos funksionimit të shtetit. Shtetit domethënë duhet të kemi rregulla, mos funksionimit të sistemit gjyqësor. Pjesa më e madhe e konflikteve janë nga mos funksionimi i gjykatave. Unë do të jap një shembull, zoti prokuror. Keni parasysh ai personi që vishte uniformën e këtë, pra ka njerëz që e duan uniformën. Dhe unë jam kurioz për shkakun ta shoh raportin psikologjik që i kanë bërë atij pse e kanë përjashtuar. Pra, nëse ai ka qenë rregull nga Radakja dhe nuk e kanë rekrutu, ka i problem këtu pra, këta njerëz, sepse këto lloj njerëzish pra, duan rekrutu një njerëz që e duan uniformën. Janë pra, këto lloj profili zgjidhen në polici. Ka njerëz që duan uniformën në Shqipëri. Me këto gjërat që shohim, 90% të policëve duan sakrifikojnë. Shiko, ne i njohim, ka 90% e policisë sakrifikon. Ke parasysh, sakrifikon. Por, në qoftë se kokat drejtuese që e kanë sjellë në këtë gjendje policinë. Gjendja është, unë ja kam shprehë edhe në vende të tjera, policia është barka, se ne i njohim, ne komunikojmë me kolegët, është e atrofizuar. Policia do një shtytje, një stimulim të jashtëzakonshëm. Do një mbështetje të jashtëzakonshme që të vinë në parametrat e pranueshme për një shoqëri demokratike. Krim të organizuar do ketë, sa të jetë jeta, krime do ketë sa të jetë jeta, por çështja është sa të fuqishme, pra sa efikase, sa ngatrojnë nga them eficiencë. Eficienca ngatrojnë dy koncepte dhe ata specialistët që i kam një gjuhë. Janë eficiencë. Eficiencë do të thotë ke makina të reja, po nuk je efikas. Ke makina elektrike, po nuk je efikas. Ke makina të reja, gjë, se ty të tregoj janë gjëra të thjeshta, që është efekti flutur, që duken 2 ore, 3 ore, po janë determinante. Se do të them unë, do ta ndjekte me një makinë me karburant, me djegje të brendshme. Ai e ka limitin 15 kilometra, se i kanë marrë me qira makinat. 15 kilometra, ndoshta nuk e arritet deri në Halil, sepse i thot ai, mos se më kalove kilometrazhin. Kështu e kanë bërë policinë. Po makinat elektrike, po tjera, pra, tani, mos flasim pra të vetëm gjë fasad që kanë makinat e reja, edhe këto tani po ngarkohen, po shiten prap jashtë, pra në një kohë, imagjinon do se ç'a ndodh apo jo? Po ju jep vetëm një fakt. Mjetet e policisë janë kthyer tash të 2020-s, i ka marrë një X person, dhe i ka shit direkt në Gjermani prap. Pra pasuria janë pagu 5 vjet, pra ja këtu po ikin lekët. Pse nuk flasin ku ikin lekët e këtij veni, e këtij institucioni, se po ti marrësh me statistika, ke parasysh është harxhu shumë, po ku ka shku? Çfarë masash mund të merr? Pra unë po ju marr vetëm një element, vetëm mjetet që ti do të lëvizësh. Po kpuca, po veshja, po pra nëse ushtarët nuk janë të mirë. Nuk dalin dot në luftë. Në atë perde zjarri, me çfarë do ti përballosh? Me një policë që ka mrdhife dhe është me byrek? Edhe me diabet. Nderuar. Me byrek dhe me diabet. Me byrek janë policët edhe do përballosh atë perde zjarri ti, 3 kalashnikova atje e 5 që e ban shosh, 3-4 sekonda. Edhe unë tisha kam të leta faqe e bardhë. Po ta pretvenja. Po të durush kokën, po ta pretvenja. Pa tjetër, në qoftë se unë nuk jam mrena disa, sepse ti bën shkelje,
se ti mund futesh në vështirësi, ai të reagon të vret edhe qytetarin. A tjetër punë, kur unë jam me antiplum, pra kam të gjitha rekuizitën time që do kryj këtë detyrë, pra le të them janë të ndame. Pra një polici thjesht, me thënë, mënyrë kategorike, mund të reagon të polici thjesht dhe ata do të vrishin. Ti ishte një polici thjesht, ta heqim këtë merakun që s'kishte polic. Është një polici thjesht. Do ishte viktim aktualisht. Po pikërisht pra, kaq të fuqishëm, imagjinoj, pra ne them është situata e rëndë. Ajo është akt i pastër terrorist, terror. Pra gjendja, unë ju thash, gjendje është gjendje frike, ata kanë ngjallë frikë, ata kanë zgjidhur shumë element aty në atë pikë. Unë, shiko, Gilman Dani, ore kam pas kontingent, kam qenë inspektor krimesh, kam njetë 24 orë në palatin kundërt, derisa e kapa se ka qenë përheqjet pa drejt liris tjetrit. Edhe ju e keni pas të katra kam qenë, ju keni qenë prokuror. Gilman Dani ka qenë të katra, të Bryli. Pra, e kam pas person në kërkim. E kam shoqëru, mrena parametrave, dhe e njoh mirë profilin e tij. Të arri Gilman Dani edhe shumë të tjerë, t'i hapin kaq shumë punë këtij veni, sepse i njohim se sa trima janë. Ata edhe, siç njohim edhe policët tonë, po krimi organizuar nuk luftohet me kakasoto. Krimi organizuar, pra duhen zgjidhen njerëzit të gjitha. Qartë. Atëherë, avokat pastaj Ervini. E nderuar, nuk mundet të flasim vetëm për punojësit e thjeshtë të policisë. Çfarë masazh duhen marrë? Jam në fund, jemi në këtë situatë që kemi, përveç kamerave, ç'na duhet? Punojësi i thjeshtë policisë është personi i cili është më vulnerabël në momentin që do t'japi sigurim për qytetarët e tjerë. Pra kur një person është vulnerabël, nuk ka se si të japi ofrim dhe çfarë garancie t'i ofrojë. Unë uroj që mediat në një moment të merren seriozisht me armbajtjen e punojësve të policisë, mjetet e tyre të punës, makinat në rast se marrin të vetat apo të shtetit, ekziston mundësia që ato persona të jenë ashtu siç duhet të trajtuar dhe të keq trajtuar, se kemi raste keq trajtimi të punojësve të policisë duke punuar më shumë se 8 orë. Pra, të gjitha këto duhet i marrim si referencë dhe duhet t'i tregojmë qytetarëve shqiptar që nesër mos themi që fajin e ka i punojësi i thjesht. Nuk e ka i punojësi i thjesht, sepse ai ka vullnet të lirë që të punojë dhe të kapi në momentet flagrante autorin, po kur si për atit, ai ndjen kërcënim dhe nuk llogaritet për ato elementet të sigurisë që duhet të ketë minimale, atëherë për mendimin tim drejtues të lartë të policisë së shtetit të paktën njëri duhet kishte dhënë ndërheqjen që të merrte përgjegjësitë për të gjithë punojësit të policisë dhe jo rasti më i keq që shkuan edhe arrestuan 2 punojës policie dhe me të drejtë gjykata e shpallë të palishëm. Jo, po ke mundësi, po ta mban, shka arresto lart. Jo poshtë. Qartë. Ervin, çfarë masazh duhen marrë para se të kalojmë publicitet? Duhen marrë masa e para dhe kjo, unë çështjen e karme shoh çështje pozitive, por duhet marrë në integritet me e para duhet rrit paga e punojësve të policisë, duhet rrit dinjiteti i punojësve të policisë, duhet ndryshu ligji që të jetë palëvizshmëria në detyrë, që të mos jenë si susta, shko sa ne. Agjendat e terrenit duhet të simulohen, duhet rritë fondi i bashkëpunëtorëve, pra duhet bërë një ndërhyrje në tërësi. Dhe në raste të tilla, jam dakord me krenarin, nuk mund t'i ndaloj një patrullë e qarkullimit rrugor. Qartë. Duhen forcat speciale për rastet të tilla, ku ka pika nxehta, pika dobta, duhet ishin forcat speciale të dislokuara në aeroport. Qoftë për ngjarje Krujmë, Fushkruajin, Shkodër, me grafik, edhe me grafik. Edhe të shtohet numri forcave speciale, qoftë se ka nevojë, këtu duhet investuar. Edhe për kamera është gjë pozitive, kamerat kanë kontroll me salla operative me profesionistë që njohin IT-n, që ta dinë kur lviz një makinë që në kohë reale, që të orientojnë patrullat në terren, që dili kësaj makine para, dili asaj para. Pra të ketë një koordinim pune, po duhen investuar. Duhen shumë para dhe të investohen nga kompetent, jo nga tendera korruptiv që një kapele 300 euro. Okej, ju falenderoj. Kapela i tek. Okej, një hapësirë shkurtër publicitare dashur miq dhe me panelistët do të vijojmë të diskutojmë në 15 minutat në vijim për 21 janari, një ngjarje shumë e rëndë ende që është duke u hetuar nga SPAK tashmë. Ditët e fundit është bërë ping-pongu mes gjykatës posaçme dhe kreut të demokratëve Sali Berisha. Në ngjarjen ka qenë ish kryeministër, e kanë thirrur pretendon SPAK, nuk ka marrë thirrje, thotë ish kryeministri, e diskutojmë dhe mbi të gjitha.
A ka mundësi të zbardhet kjo ngjarje dhe a e ka seriozisht tashmë SPAK, a ka ndonjë provë të re për cilën kërkohet të thirret Berisha, sepse kujtojmë që ish-kryeministri ka thënë me dhjetra herë qëndrimin e tij lidhur me këtë ngjarje, pas publicitetit e diskutojmë.